dhe personale. Përfitoj nga i vetmi momenti jo t'i lirë në fakt se kemi të paktën sa u bë, gjysore që fëmijët këtu e kanë mbush vendin. E para punës si është pritur libri sot njerë, sepse vura re që ke dhënë vetëm autografë. Faleminderit. Besoj është pritur mirë, unë ftova edhe miqt, po kanë ardhur të tjerë që më ka parë në televizor. Në gjok, këtu në Shqipëri jemi mësuar me o libër për fëmijët vegjël ose për pleqë zemë e tjerë. Ke bërë edhe për pleqë të rinj. Për pleqë të rinj që akoma duan informacion, duan të mësojnë gjëra të reja. Unë dua të marr si thuash, fëmia mund të mësoj shumë. Në këtë moshë që kanë, më mësojnë me mira fjalë, më mësojnë koncepte edhe më të vështira. Unë marr tema në duke të vështira, si është historia Durrësit, dhe e universalizoj, e bëj më të thjesht për fëmijët, për prindërit që ta lexojnë. Mu më pëlqen rima, është diçka që e vlerësoj shumë, edhe ilustrimi e bëm më të përafërt. Dhe tani, nëse një libër me rimë dhe me ilustrime nuk lexohet, atëherë nuk kam më shpresë. Unë jam habitur nga pritja që ka pasur, është një entuziazëm i madh për librin, duket që nga kopertina që është ndryshe. Shoh që profesorë, zysha, mësuese, fëmijë kanë shumë dëshirë për librin, ta dinë çfarë është. Aty është futur edhe një lojë vogël për të gjetur objekte të fshehura në ilustrime, diçka që fëmijëve i ka pëlqyer më së shumti, do thoja. Po përsa i përket vetë historisë librit, mos gaboj ti ke edhe një vajzë 7 vjeçe? Po. Shumë mirë. E ka lexuar vajza jote dhe cili ka qenë opinioni i saj për librin? Duhet të qenë kritikja më e mirë, besoj. Tani, lexuesi i librit për atë jam unë, ajo mund ta lexoj vetë, po ja lexoj gjatë natës. Asaj i pëlqen shumë rima, e kupton rimën, e kap në ajër. Ilustrime sidomos normale, duke qenë ajo lloj fëmie, i pëlqen shumë. I pëlqen që përmendet emri i babait të saj, Epidamni. Është vlerësuese shumë e madhe e librit, por ja lexojmë për momentin me vangjum. Është mjaftueshëm pak e gjatë, aq sa fëmia të jetë në gjumë në fund të librit.